peshorja. Rio është lumi i dytë në botë për nga gjatësia. Prurjet e tij përbëjnë 20% të prurjeve totale në të gjithë globin. Është i gjatë 6.937 km dhe delta e tij që derdhet në Oqeanin Atlantik është 200 km e gjerë. Ajo që mua po më çudit është që mbi këtë lum, gati 7.000 km të gjatë, nuk ka asnjë urë. Fakti që njerëzit nuk kanë arritur dot ta nënshtrojnë këtë mrekullit natyrës dhe i ka ngelur i egër, si dhe vetë natyra, më pëlqen dhe më frymëzon për këshillin që dua të t'jap ty i dashur dëgjues apo dëgjuese qofshe shenjës peshores. Për javën që ke përpara, vlen kjo këshill. Ruaje me fanatizëm atë pjesën e bukur, atë pjesën e egër dhe të paprekur që ke brenda vetes. Dhe mos lejo të krijohen lidhje apo ura që mund ta cënojnë pjesën tënde të virgjër.